Ne duhet të dimë se çka na ka servu jeta dhe çka na ka servu historia. Historia na ka servu një gjë kastriot që kemi përballë që është, do të thonë, ikona kombit ton, që është i Kështer. Unë u madhështova, u lumturova me një pamje të tillë. Ishte për fshi qamëria, më sarojmë është pjesa më ndjeshme e kombit. Po, e përmenda, në fakt, përveç disa gabimeve që ma pasaj i përmisun në ndërkohë, do të thonë, jo që e përkroj, për ka se një arzakonisht të nevojshme, bile në shoqërinë tonë nuk e di se po thojnë, jo, a je me atë fej, ajo nuk o fej. Ose në atë kuptimin a je me ata nuk duhet të jenë grup, është thjesht e vedijes kombëtare. Ne duhet të dimë se çka na ka servu jeta dhe çka na ka servu historia. Historia na ka servu një gjë kastriot që kemi përballë që është, do të thonë, ikona kombit ton, që është i Kështer. Na ka servu një Mulla Idris Zilani, Adem Jashrani, Ismail Qemali kështu më që janë musliman, por këta kur nuk kanë mendu dhe përsa kam lexuar dhe kam kuptu dhe asë është dashur me mendu, mirë kanë bërë që s'ka mendu se a duhet të luftojmë në atë kuptimin e kësaj regjoni apo të tjetrit. Ne duhet të kthehemi vetdijes tonë kombëtare, të di mas vaj të metat. Shihni sot e festojmë 28 nëntojnë, tash po kalojmë për temës tim. U madhështova, u lumturova ku e pash disa flamuj në cilin shkuarte. I kishem pru prej Shqipërisë një grup shqiptar, sepse unë i intervistova pak më herët, edhe më thanë jena të shokum me vonesën e lidhur me dekorimin e qytetit për organizimin për ditën e flamurit. Ata kishin dalë me flamujt e vet, me këngëtarët e vet, ishin një grup që ishin dëshpruar dhe ishin para Hotel Grandin dhe kishin vënë ato flamurin e madh dhe kishin mbulu gjithë Grandin. Për atë pjesën e kisha për pak i bona të foto të dosh me postu një falimdejmë edhe një minjohë të mendu që është qeveria ose komuna Prishtinës, edhe pse u qëdita me tonë drejtën, se na kemi këtë problemin ndërkombëtar aspektin politik. Megjithatë, unë u madhështova, u lumturova me një pamje të tillë. Ishte për fshi qamëria, më sarojmë është pjesa më ndjeshme e kombit, këtë flasim na apo me asociacion e pa asociacion, këtë flasim na apo japim këto drejta, ka gjuhë Maqedonia jo, nëse nuk flasim për qamërinë, më sarojmë është një gjësi e tonë që është shqiptare. Njerëzit nuk e kanë shpjeguar ose nuk kanë të shpjeguar mirë historikisht. Kemi të bëjmë me një shtet që është themeluar dikon në fillim, domethënë në pjesën në dekadën e dytë e shekullit 20, o shumë vonë është themeluar Greqia, edhe ne kemi arruar dhe thu se merrem tash a me asociacion pas se me letra pa letra me këto drejta. Domethënë u madhështova nga prezenca e emrit qamëri, u madhështova nga ajo pamje shumë e bukur, duke mendu që ka bërë dikush nga institucionet tona, fatkeqësi që ka, po më njofton ti se nuk e kanë bërë institucionet tona dhe u zhgënjeva në këtë moment. U madhështova me atë pamje, u zhgënjeva një deku. Ato urojnë ty 28 nëntori. Shqiptarët ka nevojë gjithmonë unifikimi mos jetë vetëm fjalë. Unifikimi nuk bëhet unë punoj si vendas, me çes tash në fund po tregoj krejt. Dhe Sadri Dezari. Unë gjithmonë e kam një pikë referencë, shpesh e po osja atje në disa keq interpretime, ndoshta ftoft shpejt po i vi. Ne unë flas për kombin e fëmijëve, jo në kusht s'ka patriot me bateria. Çka është ky koncept patriot me bateria? Kush e ka krijuar? Domethënë, çka është ky koncept jo formalitet si patriotizëm? Kjo është ndjenjë. Ne duhet të mishohemi me identitetin tonë, gjë që kohëve të fundit këtu asje kemi humbë dhe mos harrojmë pa kthehemi në temën tonë kyçe, ndoshta është edhe besimet ose keq interpretimet për fet, është një ndër faktorët që njerëzit në shoqërinë tonë dhe në kombin tonë kanë filluar me harru ndjenën e identitetit kombëtar dhe janë kthy nga disa tema të tjera të cilat besoj se nuk i hyn punë askuj dhe besoj se i bojnë vëzhgim shoqërisë tonë. Mendoj që për shkak ftoftit me mbyll. Okej, faleminderit.